përshëndes e dhonë se shumë e duhe të ndrimin edhe gjithmonë më kënaqë që ka pjanë një zonë. Apo më dëgjën trimi? Po, me vëmendje. Vetëm nuk du me ta ndërprej fjallin. Ta me rak me ndëgju, ata ju në flasë. Kështënë që domethënë gjithmonë kemi pas respektin o kemi respektin domethënë unë guni për gjithë dëgjues të rregullt edhe gjithë ata që ka imruar domethënë respektin e kanë nga ne. Ata unë kam thonë gjithmonë se dëgjues janë që atë ne mbajnë gjallë, po edhe ne mbajnë dëgjues se radio është kur mishi me oshin as dëgjues nuk mund para radio, po as na nuk mund me pa dëgjues. Gjithmonë i duhemi shmojnë çdo shqiptar më thonë që merë primë. Gjithmonë, inshallah, Zotë jep shëndet në bashkësinë familjet e veta. Unë falënderoj shumë, respekt edhe për ty, për Zotin unë e fundë. Unë e di sa e kam respektuar sa fondash. Vindo gjona dhe vindo njerëzit që ta prishin atë atmosferën, po prapë unë nuk do iki, unë do e respektoj dhe do e du prapë. Edhe kam respekt për ty dhe gjus disa herë, disa, po shumë herë, edhe unë, edhe gjithë dhe gjusit, edhe sa jemi të bashkum, e përdori këtë fjallën që jemi të bashkum, mos ta mëjmë njën i tjetër, po ta dojmë njën i tjetër. Amor parasysh sa largimi, çfa largësie, ku jetojmë, ka veprojmë, është një kënaqësi, ndëgjojmë njën i tjetrin, respektojmë njën i tjetrin, ta duam njën i tjetrin, dhe t'ja thëmë një fjallë të mirë, se në këtë botë, vetësere kam përdorë këtë fjallën, në këtë botë, vetëm një fjallë e mirë jetë, kur dhe një respektu dikame, edhe sepse vdesin, thot njeri ka qenë i mirë. Jo, vetëm në atë fizionomin, me thonë, pëse sos personi aty. Dishta ndërësh dikon, është kënaci, dishta respektosh dikon, është kënaci. Dishti suash dikojna një fjallë mirë, është dhe ma mirë. Ata, ne duhet jemi të bashku, të duhet njën i tjetër, të respektojmë njën i tjetër, në mos a urejnë kur njëtë se urejtja nuk ka fitim, vetëm humbje. Respekt, unë kam respekt për gjithë, ju dua gjithë. Zotë Trimi, ishte më kuadru veç me një fjallë për shemë të Michael Jackson, këngëtari dhe pop i muzikës në Amerikë dhe kudo në botë, i ka një këngë dhe thot sej më mësa më Michael Sam, thuaj mama që Michael është djali yt, për këthimi i lirë. Dhe këtë djali e thot 53 herë në këngën e vetë. Apo më përqelni? Po. E nanën tjetër, nëse një këngëtar në Kosovë e merë dhe thot 53 herë të shka gjajshëm në një këngë, ato të dëgjohet, unë e thonë të jo. Pra është puna, ai lansuet sa është i fortë. Pra ndaj ju jeni lansuesin tonë për në Amerikë, në haroni të në loboni për neve, se na kemi shumë shumë të mirë, loboni për neve, në përmisot situatat, në përmisot edukata politike, të njerëzore, të zhvillohet edhe programi nacional i shqiptarëve, kudo që janë në botë. Faleminderit dhe nuk do të flasë, më boni halal. Faleminderit, ajo ishte një thonje e bukur, me të vërtet, Michael Jackson e ka këndua, po si thonë ti, a do ndëgjojnë, na, ata unë e thash më herët, ta urejmë njën i tjetër, ta duam njën i tjetër, ndëgjojmë njën i tjetër, nëse i bojmë gjitha të gjona, a di ku do të ishim na? Zvicra e dytë. Për ata, unë gjithmonë e përdori, mos i përdorni urrejtjet ndaj njëri tjetrit. Mos hynë në radio pse agroni e ka një radio edhe ka mikrofonin aty. Mos e merr për të keq, po unë vetëm për marrë si shembull ose për zotëri Ramazan Rejke. Nëse e ke mikrofonin në dorë,
mos bondasira. Bone atë që bashkon njerëzit. Bashkohem që neve sot na do të bashkohemi. Kemi